Mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për rinumërimin e 50 vendvotimeve, 15 prej tyre për shkak të mos përputhjeve të nënshkrimeve, ndërsa 35 prej tyre janë nga komuna e Vushtrisë për shkak të diferencave të mëdha të votave të kandidatëve të LDK-s. KQZ-ja gjithashtu bëri të ditur se të mërkurën mund të nisë rinumërimi 1631 fletvotimeve të shpallura të pavlefshme. Antari i Partisë Demokratike të Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Arjani Telshani, ka rekomanduar rinumërim të plot në 15 vendvotime, ku janë gjetur mos përputhje të nënshkrimeve të votuesve. Elshani tha se këto vendvotime janë të shpërndara në të gjithë Kosovën, ndërsa ka rekomanduar që të rinumërohen edhe 35 vendvotime nga komuna e Vushtrisë. Po ashtu nga Këshilli i Operacioneve Zgjedhore është me raportin që kemi pranuar për rezultatet e kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës të dalur në gjatë hetimit që është bërë për vendvotimet në komunën e Vushtrisë. Këtë tabel, këtë raport të mos përputhjeve apo të ndryshimeve, me thënë konkretisht, të ndryshimeve mes rezultateve të tabuluara në qendrat komunale të numërimit dhe rezultateve të dala nga hetimi në qendrin e numërimit dhe rezultateve, ka ardhur si rekomandim që 35 vendvotime për të cilat vrihet është më e dukshme diferenca mes votave të kandidatëve të hedhen në Ankesat dhe vendimet për rinumërime do të prolongojnë edhe më tej procesin e certifikimit rezultatit zgjedhor dhe rrjedhimisht edhe krijimin e institucioneve të reja. Për pasojat që mund të shkaktoj zvarritje, aq më tepër kur pas 10 ditëve qeveria dhe kuvendi përfundojnë mandatin e rregull, flet hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugaqku. Por natyrisht që mund të sjellë në zvarritje është drejt përmbylljes së procesit të numërimit dhe të shpalljes së rezultateve zgjedhore. Dhe nga disponimi se siç po shihet i anëtarëve të KQZ-s dhe nga vendimet edhe të BZAP-it, ne jemi të shkuar pashmangshëm në një proces ku ende nuk po i dihet fund. Kjo për faktin se vetëm sot u vendos që në 50 kuti të votimit të fillojë edhe një herë rinumërimi. Dhe këto 50 kuti të votimit sigurisht do të marrin kohë spaku dhe një javë ditë. Dhe prandaj do të kemi të përsëri ankesat e rrallës që mund të vinë lidhur edhe me rezultatin e zgjedhjeve pastaj. Kështu që si proces, unë po besoj që është ka prolongohet dhe është ka zvarritet me apo pa qëllim këto lëndbeset le përgjigjen të partitë politike, po sidoqoftë në qenë se ka arsyetim që është për të mirën e garancisë dhe sigurisë së votës, atëherë le të presim edhe një herë rinumërimin dhe le të shohim rezultatet finale. Çfarë pasoja sjell një zvarritje të procesit? Thjesht e prolongon në kohë procesin e shpalljes së rezultateve, procesin e ankimimit mbi shpalljen e rezultateve, si dhe me një fjalë e vanon dhe e zvarrit procesin e themelimit të institucioneve në Kosovë, qoftë të kuvendit, qoftë edhe të qeverisë. Dhe në base kjo dhe do të jem ndoshta një situatë kur do të kalojnë edhe një muaj me gjastë dhe ne nuk do të kemi ende formim të qeverisë së re, e shto edhe faktin që me 20 ose 22 mars ju ka dhënë mandati i rregullt edhe qeverisë dhe kuvendit të Republikës së Kosovës. A do shtoj KQZ-ja në menaxhimin e këtij procesi? Po ndoshta është edhe pak herët me cilësu si dështim të plot. Ka segmente ku KQZ-ja nuk ka performuar mirë, po të themi ashtu, që nga dita e mbylljes së zgjedhjeve, që nga dita e fillimit të numërimeve të votave të kandidatëve ka pas vonesa. Ju e dini diku 3 apo 4 ditë me vonesë janë fillu administrimi ose procesi i numërimit në qendrat komunale të numërimit. Dhe kjo pastaj i ka dhënë një njollë dhe një shije të keqe tërë ditës së zgjedhjeve, të themi ashtu sepse është manifestuar dhe është shoqëruar me një ditë të qetë ku nuk ka pasur incidente shumë të rënda që do ta lëndonin në procesin zgjedhor. Prandaj edhe si të tillë unë nuk do të kisha thënë më një herë sot që është dështuar si proces, po le të presim edhe se fundi këto procedurat ankimimit janë procedura normale, janë standarde dhe të palet autorizuar partitë politike kandidatët që kanë dyshime mbi vërtetësinë e atyre rezultateve, atëherë edhe mund t'i shfrytëzojmë gjitha mjetet e ankesës, siç i ka paransua edhe ligji në fuqi. Zotri Bugaqku, a ka vend për rivotim? Kërkesa për rivotim sa mund të jetë mirëfillt? Kërkesa për rivotim do të me pas shkelje të mëdha,
të rënda, ku vret qartë manipulimi i vullnetit të qytetarëve, manipulimi i vullnetit të votuesve. Vetëm kur ka kësi konstatime, dhe këto konstatime duhet japin organet të përgjegjëse, të themi ashtu. Në anën tjetër është BZAP-i dhe Gjykata Supreme. Por ndryshe, përderisa nuk janë dhe nuk ka kësi lloj konstatime, arsyeime dhe kërkesat e vazhdueshme që mund të bëjnë ndonjë politikan ose ndonjë kandidat për zgjedhje, ato janë më tepër të natyrës krejt politike. Kryeministri Albin Kurti ka përsëritur se së pari presim përfundimin e numërimit të votave, pastaj certifikimin e rezultateve për formimin e qeverisë së re. Së pari rezultatet përfundimtare, pastaj certifikimi, pastaj bisedimet. Qeveria e sigurt e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe unë, ka thënë shkurt Kurti, pa u ndalur para gazetarëve për pyetjen se si do t'i siguroj votat e nevojshme për formimin e qeverisë. Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca ka deklaruar se synojnë ta formojnë qeverinë me mbështetjen e partive jo serbe, të cilat kanë 10 vende të rezervuara në kuvend. Qeveria Kurti 2 u formua në bashkëpunim me minoritetet jo serbe. Ky është qëllimi ynë, sepse ka pasur ndikim pozitiv në Kosovë, duke parandaluar listën serbe që operon në ndikimin e Beogradit, që të ketë pushtet vendimtar siç kishte në qeverit paraprake, ka thënë Konjufca. Zëvendës kryeministja Emilia Rexhepi, një herësh kryetare e Partisë së Re Demokratike nga komuniteti bosnjak, tha për Radio Televizioni 21 se janë të gatshëm për të mbështetur Kurtin në formimin e qeverisë së re. Ajo bëri të ditur se bashkë me ministrin Elbert Krasniqin kanë zhvilluar bisedimet ndërmjet komunitetit bosnjak, turk e rom për ta formuar sërish grupin shumë etnik. Sipas saj, deri tani janë siguruar 8 deputet, ndërkaq janë në negociata edhe me 2 deputet të tjerë. Taqimin e praktikimit të qeverisë, jeni të gatshëm që të bashkëpunoni me kryeministin aktual të Kurtit për qeverinë jashtme? Po patjetër, na jemi në qeveri 4 vjeçare dhe kemi punë shumë, kemi projektat me vazhdu me punën, e presim konstituimi i parlamentit, pastaj e shohim për qeveri, jemi gati. Sa deputet pretendoni që të keni për qeveri të ofruar nga minoriteti jo serb të ofruar kryeministrit? A do shta krejt vjen, tash na kemi folë që ka jemi nga Prizreni, prej komunitetit bosnjak, komunitetit turk, rom, prom kemi folë edhe me ministri Elberti, krejt jemi gati, i presim me formu apet grupi multietnik, pastaj shohim që shtu shkëmë. Të thot, jo po thoni që janë 10 deputet e minoriteti jo serb që i kanë të gatshme votat për Albin Kurtin? Pa do shta po, shpresoj po. Deri tash sigurt janë 7, e presim edhe Rashiqi ka në parlament, ajo është 8. 2 të tjerë kush janë skeptik? Për mu nuk e di, ama kam provoja prej eksperienca për para, edhe krejt janë kundër, pastaj dalin për. Ju shpresoni që do të krijohet shumë shpejt qeveria dhe do të ketë zvarritje pikërisht për shkak të mungesës së numrave të ta formuar qeveria? Ja, kemi numrat edhe qeveria e bën. Pa koalicion apo vetëm me minoritetet jo serbe? Pa koalicion me partitë të tjera shqiptare? Pa këto e din kryeministri Kurti, na jemi prej komunitetit të gati me qenë pjesë e qeverisë e re. Ka bisedu me juve Albin Kurti se si ka planifikuar ta formojë qeverinë e re? Në ndonjë parti shqiptare? Jo ala, sepse i presim rezultati e fundit prej KQZ-s, pastaj shkon konstituimi e parlamentit, pastaj është mbledhja për qeverisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte nis nesër vizitën zyrtare në Kosovë pas qëndrimit në Bosnjë-Hercegovinë. Kosovë, Rutte pritet të takoj presidenten Osmani dhe kryeministrin Kurti, por gjatë të vizitës zyrtare do të zhvilloj takime edhe me komandantin e KFOR-it, shefin e EULEX-it dhe atë të UNMIK-ut. Kjo do të jetë vizita e parë e Ruttes në Kosovë që prej se kur është emëruar shef i NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte premtoi mbështetjen e palëkundur të Aleancës Veriatlantike për integritetin territorial të Bosnjës, pasi tensionet u rritën kohët e fundit lidhur me lëvizjet separatiste serbe të Bosnjës, duke nxitur frikën e dhunës gati 30 vjet pas përfundimit të një lufte të përgjakshme.
Në një konferencë për media pas takimit me antarët e presidencës trepalshe, sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se situata aktuale nuk është sikur më 1992, kur nisi lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Kam dëgjuar shqetësime për situatën e sigurisë. Le të jemi të qartë, kjo situatë nuk është si më 1992 dhe ne nuk do të lejojmë që të krijohet një vakuum i sigurisë. Bashkia ndërkombëtare është këtu dhe është e përkushtuar që të vazhdojmë mbështetjen e fuqishme përfshirë përmes EUFOR-it dhe NATO-s. Vizita e Rutes u zhvillua në kohën kur autoritetet e Republikës Srpska, duke kërcënuar me shkëputje, kanë tentuar të ndalojnë funksionimin e institucioneve shtetërore të drejtësisë dhe policisë në territorin e këtij entiteti. Rutte tha se NATO-ja mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës dhe marrëveshjen e paqes së Daytonit, që tha se është thelbi i paqes në Bosnjë. Përkushtimi ynë për Bosnjë-Hercegovinën është thelbësor. NATO mbështet plotësisht sovranitetin dhe tërësinë toksore të Bosnjë-Hercegovinës. Marrëveshja paqësore e Daytonit është kurthemeli i paqes në këtë vend dhe duhet të respektohet dhe ne mbështesim zyrën e përfaqësuesit të lartë. Çfarëdo aksioni që minon Daytonin, rendin kushtetues apo institucionet nacionale janë të papranueshme. Veprimet dhe deklaratat nxitse janë kërcënime direkte për stabilitetin dhe sigurinë e Bosnjë-Hercegovinës. Rutte tha se këtë situatë duhet ta zgjidhin vetë udhëheqësit e Bosnjës, duke i u drejtuar antarëve të presidencës trepalshe, teksa theksoi se i gjithë rajoni do të përfitojë nga pajtimi dhe paqja e qëndrueshme në Bosnjë. Shefi i NATO-s nisi takimet në Bosnjë me antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željka Cvijanović, Denis Beqirović dhe Željko Komšić. Njësve të sigurisë, vizita e shefit të NATO-s flet për brishtësinë e sigurisë në rajon për shkak të ndikimit të Rusisë. Generali në pension Kadri Kastrati thotë se vizita e tij është një sinjal se bashkësia ndërkombëtare nuk ka kohë që të pres zgjidhjen e problemeve të sigurisë dhe politike midis Kosovës dhe Serbisë për shkak të rrethanave gjeopolitike që po ndodhin në botë. Shefi NATO-s Mark Rutte nesër vjen në Kosovë, sot po qëndron në Sarajevo. Fillimisht një vlerësim për vizitën e tij në këtë kohë. Pas zgjedhjeve në Kosovë, është një vizitë ku do t'i kurajon institucionet e vendit që sa më shpejt të kompletohet edhe të formohen institucionet, sidomos qeveria dhe parlamenti, sepse ky vit ne e shohim që vit vendimtar përmes përpara drejt marrëveshjes politike mes Kosovës dhe Serbisë dhe unë mendoj që pas gjitha këtyre zhvillimeve të sigurisë që po ndodhin në botë, me ardhmën e presidentit Trump, me paralajmërimin që do të largohet nga NATO dhe nga institucionet tjera botërore, Kosova me problemet që i ka në relacion me Serbinë, Evropa nuk ka kohë të pret më tepër, duhet të ecet shpejt përpara sepse Evropa po ballafaqohet me probleme tjera, siç është forcimi i ushtrive, siç është lufta Ukrainë-Rusi, siç janë paralajmërimet apo supozimet dhe mendimet e shumë ekspertëve se Rusia nuk mund dalet vetëm në Ukrainë, por ka plane edhe për te Ukrainës dhe për atë arsye na mendoj që ka tema të mjaftueshme për të biseduar këtu në Kosovë dhe për atë arsye unë mendoj që ardha e sekretarit NATO-s është një mesazh edhe për institucionet tona që duhet mendojnë shumë më seriozisht që të ecet përpara me disa tema që kanë mbetur në gjys. Por general, vizita e sekretarit NATO-s vije në një moment kur NATO i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të ketë koordinim për veprimet e saj, sidomos në veri të vendit, për shkak që edhe bashkësia ndërkombëtare i quan veprimet e tilla nxisin tensione. Do të takohet nesër edhe me Kurtin, sigurisht do të hapë këtë çështje. Për ju, është e rëndësishme koordinimi i veprimeve sidomos me NATO-n? Vendimet që ka marrë qeveria e Republikës Kosovës janë vendime të mira, shtrirja e sovranitetit, e ligjshmërisë, e kushtetshmërisë në pjesën veriore të Kosovës, mirë po veprimet janë të këqija. Veprimet është dashur që paraprakisht konsultohet me partnerët tonë
strategjik, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partnerët evropian, me NATO-n, sepse NATO-ja e dim akoma që është fuqi rezoluta 244, e dim që NATO-ja është përgjegjësia kryesore për ruajtjen e qetësisë, sigurisë brenda territorit të Kosovës, po edhe mbrojtjen e kufeve, dhe për atë arsye çdo veprim i qeverisë do duhej që të ishte në koordinim të plot me prezencën ushtarake ndërkombëtare këtu në Kosovë dhe nuk do të guxonte që të ndodhte ndryshe për arsye se nuk jemi në situatën apo nuk jemi komod që ne të kryejmë gjitha detyrimet që duhet të kryejmë bazuar në kushtetutë dhe në ligj. Çka nëse nesër do të kishim një situatë pak më të kompleksuar sa i përket agresionit fqinit tonë verior, atëherë Kosova nuk është akoma e gatshme që të kryejë gjitha këto detyra që dolin prej kushtetutës dhe ligjeve dhe për atë arsye është NATO-ja këto. E për atë arsye në mendoj që qeveria do duhej të koordinohet shumë ma shumë se që është koordinuar të kaluamën. Policia e Kosovës ka njoftuar për riorientim të trafikut gjatë kohës së lëvizjes së eskortës së shefit të NATO-s dhe kohës së qëndrimit të delegacionit në Kosovë. Policia thotë se do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut në intervale të shkurtra kohore të disa segmenteve rrugore ku pritet kalojë eskorta dhe në afërsi të objekteve shtetërore, ndërkaq do të ketë riorientim trafiku në rrugë alternative. Komuna e Prishtinës ka përuruar sot fillimin e punimeve në sheshin George Bush në Prishtinë si pjesë e projektit për zgjerimin e sheshit të kryeqytetit. Punimet në ndërtimin e sheshit përfshin hapësirën prej katedrales Nën Tereza deri te sheshi Zair Pajaziti në qendër të Prishtinës. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka deklaruar se ky projekt është një hap i rëndësishëm drejt transformimit të qendrës së qytetit. Ai theksoi se vlera e këtij projekti është 18.1 milion euro e parashihet të përfundojë për 240 ditë. Po fillojmë punimet e transformimit të kryeqytetit të zonës qendër. Punimet do të bëhen në faza, pra faza e parë do të jetë kjo pjesa e sheshit George Bush, ku pastaj kjo do të hapet dhe do të fillojmë pastaj me fazën e dytë të Zair Pajazitit edhe të zonës pjesës të bibliotekës e në fund edhe të zonës Garibaldit, të rrugës Garibaldit. Kjo arsyeja pse po veprojmë në faza është normal që mos ta bllokojmë zonat edhe mundësinë për njerëz për me punu edhe për me shku edhe fëmijët për me shku në shkolla, prandaj edhe ky projekt do të jetë në 3 faza. Rama u pyet edhe për vonesën e fillimit punimeve. Tash është koha kur edhe për fat të keq ne duhet me prit edhe temperaturat, pra nuk mundet me u punu në temperatura përfundi 0 gradë Celsius, e tash është koha faktikisht më e mirë për me fillu punën, prandaj jemi në kohë. Zgjerimi i sheshit në rrugën George Bush pritet sjellë një transformim të rëndësishëm në qendrën e Prishtinës, duke krijuar më shumë hapësira për qytetarët. Por ky projekt është kritikuar nga opozita në kryeqytet për shkak të, siç është thënë, mos zgjidhjes së kontesteve pronësore, pretendime këto të cilat i ka hedhur poshtë kryetari Rama. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se mbështetja për gratë dhe adresimi i pabarazisë gjinore ka qenë në fokus të qeverisë së tij. Në shënimin e ditës ndërkombëtare të gruas, ku u bë prezantimi i rjetit të grave në pozita vendimarrëse në administratë publike dhe institucione të pavarura, Kurti tha se prej vitit 2021, kur kanë marrë pushtetin, është shtuar numri i grave të punësuara, ndërkaq 50% e antarëve të emëruar në ndërmarrjet publike janë gra. Në shënimin e ditës ndërkombëtare të gruas, kryeministri Albin Kurti theksoi se gjatë qeverisjes së tij është rrit numri i grave të punësuara si dhe janë bërë hapa të rëndësishëm për avancimin e barazisë gjinore. Kemi mbështetur direkt punësimin e mbi 12.000 grave. Nga të regrutuarat në administratën publike në vitin 2023, 48% ishin gra, ndërkaq në vitin që lan pas 2024, 63% gra. Mbështetëm punësimin e mbi 4.000 personave, prej tyre 55% gra, të cilët nuk kanë pasur asnjë antar të familjes punësuar,
të shtesat për lehona dhe fëmijë kanë përfituar 400.000 fëmijë dhe gati 70.000 gra nëna të reja lehona përfituese, prej tyre 2/3 të papuna. Dhe rreth 100.000 gra gjithsej, si rezultat i shtesave, kanë hapur gjërllogari bankare për herë të parë në jetën e tyre. Megjithatë, Kurti tha se pengesat për gratë mbeten në Kosovë, të cilat sipas tij nuk janë ligjore dhe politike, por më shumë kulturore. Dhe sado që sot gratë në Kosovë zënë më shumë vende udhëheqëse se më parë, pengesat mbeten, dhe ato pengesa nuk janë vetëm ligjore apo politike, por janë të skalitura në vetë mënyrën se si funksionon pushteti. Janë strukturore në hapësirat ku merren vendimet, janë kulturore në mënyrën se si gjykohen gratë për fjalën që thonë, për mënyrën si flasin, si vishën dhe si qëndrojnë. Dhe janë institucionale sepse sistemi që ka ndërtuar të kaluarën vazhdon ku më shumë e ku më pak ta komandoj edhe të tashme. Pjesë e këtij organizimi ishte edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, i cili theksoi nevojën për një avancim më të madh të pozitës së gruas në Kosovë. Është bërë rritje kaq e madhe në Kosovë, veçanërisht kur bëhet fjalë për të drejtat e grave, fuqizimin, por dhe në mënyrë të veçantë agjensinë dhe dikasteret e ndryshme. Nuk bëhet fjalë vetëm për çështjen e barazisë, por dhe të cilësisë, në mënyrën e vendimarrjes dhe udhëheqjes së këtij vendi. Globalisht, siç dina ne, gratë vazhdojnë të mbesin të nënpërfaqësuara sipas kombeve të bashkuara anë e kënd botës. Në këtë organizim ndër të tjera u theksua nevoja për shtyerjen e politikave që promovojnë barazinë gjinore, pasi u konsiderua që janë esenciale për zhvillimin dhe demokratizimin e shoqërisë kosovare. Oda ekonomike amerikane ka kritikuar qeverinë se po tenton ta kufizojë komentimin për refuzimin e Kurtit për të dëshmuar për rastin e rezervave shtetërore. Ky institucion ka shprehur shqetësimin për deklarimin e qeverisë se odat ekonomike nuk duhet komentojnë çështjet që kanë të bëjnë me promovimin e sundimit të ligjit dhe llogaridhënies në qeverisje, ndërsa thekson se refuzimi për të zbatuar urdhrat e gjykatës e minon demokracinë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë i ka reaguar qeverisë për siç dhe ka thënë tentimet për kufizim të komentimit në çështjen e transparencës dhe llogaridhënies për rastin e rezervave shtetërore, për të cilën në cilësinë e dëshmitarit është ftuar edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shpreh shqetësimin e saj të thellë lidhur me deklarimin e qeverisë së Republikës së Kosovës se oda ekonomike nuk duhet të komentojë çështjet që kanë të bëjnë me promovimin e sundimit të ligjit dhe llogaridhënies së qeverisjes dhe deklaratat e tilla janë të motivuara politikisht. Oda amerikane ka quajtur shqetësues insistimin e pushtetit ekzekutiv që të diktoj diskursin e akterëve jo shtetëror e bardhësve të pushtetit të pavarur përmes përpjekjeve për delegjitim të qëndrimeve të tyre. Kosova ka ndërmarrë përpjekje të jashtëzakonshme për të ndërtuar themele të forta të demokracisë dhe asnjë përpjekje nuk mund të cënojë suksesin e arritur. Çdo odë ekonomike, organizate shoqërisë civile, media e hisedar tjetër jo shtetëror ka për obligim dhe duhet të avokojë fuqishëm në kërkimin e llogaridhënies dhe transparencës. Tutje thuhet se është e domosdoshme që institucionet e drejtësisë të lejohen të kryejnë punën e tyre pa ndërhyrje dhe që të gjithë të bashkëpunojnë me to. Në këtë drejtim, oda ekonomike amerikane në Kosovë rithekson se çdo individ, pavarësisht pozitës zyrtare, ka obligim kushtetues dhe ligjor për të dëshmuar në praktikë se Kosova është një shtet i drejtësisë. Para kësaj, oda ekonomike amerikane përmes një komunikate kishte deklaruar se refuzimi për t'i zbatuar urdhrat e gjykatës e minon demokracinë. Gjithashtu refuzimi i cili do individ, pavarësisht pozitës, për të zbatuar urdhrat e gjykatës dhe për të përmbushur procedurat ligjore, minon besimin e publikut në qeverisje, si dhe gryen bazamentin demokratik të Kosovës. Nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.